Kevin Akthjella ndër të paktën që e mbron gjestën pas rihyrjes së Eklit, nuk është faji i tij, është faji yt, i drejtohet Eklit. Kevin Akthjella, e cila kujtojmë se prej disa kohësh është larguar nga vëmendja në showbizin shqiptar, duket që së fundmi është rikthyer duke komentuar e mbrojtur gjestën pas pabesisë që sipas saj i bëri produksioni duke rikthyer Eglin brenda. Kujtojmë që Egli u rifut pas një televotimi pas 4 ditës jashtë, në të cilën u kap edhe duke kaluar pushime me miqtë e afërm në jugun e Shqipërisë. E teksa të gjithë po prisnin të rrëfehej se si është nga ana shëndetësore, ajo vendosi që të rikthehet për kësaj here e kundërt në strategjinë e saj. Ajo ka vendosur që përballë të ketë Gjestin dhe Rëzanën si armiq, duke rikthyer sipas saj respektin e munguar ndaj vetes. Mirë po kjo strategji nuk i ka pëlqyer as pak Kevin Akthjellës, e cila në Instastorin e fundit shkrua ndër të tjera: "O dritë, sakrificë, mund, lot, ndjenja, presion, paranoja, dhunë, ofendime, dashuroj dikë dhe gjykohet prapë se nuk dashuroj dikë tjetër, i parsimuar, i rritur rrugëve, e vetmja mundësi që ka të bëj diçka për veten dhe familjen dhe prapë gjykohet. Fakti që banorët e tjerë kanë 30 vjet karrierë dhe nuk kanë asgjë, kanë dështuar. Kjo bën që këta persona mos t'i hapin krahun kur brezit të ri. Ky fenomen po ndodh edhe rëndom dhe fatkeqësisht janë përgjegjës për dështimin e brezit të ri dhe po krijon një efekt zinxhir. Sa më vonë një person që të arrijë qëllimet e veta, aq më e vështirë bëhet për brezin e ri, sidomos në vende të vogla si joni." Ka dhënë opinionin e saj Kevina, me të cilën është duar trokitur shumë edhe nga fansat e Gjestit. Ajo është postuar edhe në faqen e Gjestit duke falendëruar për mbështetjen dhe opinionin e dhënë.